Sa i përket ujit Zemzem, është ujë interesant, ujë karakteristik. Burimi I Zemzemit I këtij uji është prej xhenetit. Edhe është I pandalshëm. Rrjedh buran do më thonë prej xhenetit, prej kohës Ibrahimit, Ismailit edhe Haxherës alayhimus salam. Edhe Ibrahimi kur Sara dhe Haxhera që ishin dy gratë e Ibrahimit, se nuk ishte fëmijë, patën mosmarrveshje. Është në natyrën e grave mos me kalu shumë mirë në medveti. Edhe Sara I tha Ibrahimit largo ma tha Haxherën për këtujt, se jam xheloze s'mo më jesha. Ibrahimi e morri me unat e Zotit, e përkatiti, do me thonë, mjetin e udhëtimit, e mori Haxherën, Ismailin, përgatiti ushqimin, pijet ato, do me thonë, çka I dëshin për rrugtim, edhe çaj ku e la. Në këtë të randë me kodra, krejt gur, kërsh, aty poshtë një farë hapësire e vogël, që shë Meka, ku është qabi aty, edhe aty e la. Para me nduaj, tash me të lanë, Trishte, se lema. Lema atëherë, edhe tash ka hotelin të katarante, din. Gjithë këtë teknologji, që gjendi kush ama atëherë. Edhe kur e la ashtu, jo dhimt, se ja la një kofe prafërsisht me ujë dhe një kofe me hurmë. Edhe kur u kthi këshyri gruan Pelen edhe djalin shtirë, valla. Bequrni I Zotit, se s'mo ne bën mirë ato. Edhe Haxherja, kur e pa Ibrahimin kokullën që ja kthej shpinën, e thirri, tha, a Allahu amaraka bi hadha ja Ibrahim? Tha, a Allahu kështu tha të ka urnu Ibrahim? A I me gjizani, tha, na, tha, po. Qa tha Haxherja? Gjithë e lidhi me popullin tonë, pas të kish nejtë bregruja aty. Ja, Ek more I qmendur, më I trend, më leti mu këtë më shkëti. Të të mirane, po thujnë bëne bëgëvacësën I budalë. Edhe I tha, Subhanallah. pra tha, Allahu tha, s'ka me në hupë korë. Edhe mas një kohë, shku të hargju në hurme, qa boni Haxherja, s'kish kërkan atë njerëz nuk kish. Dul, nalt atje, ka qenë një kodër, është qujtë Safa. Ato janë shenjat Zotit. Edhe një kodër tjetër, Marwa. Të dyjat nalt. Edhe shkejken Safa, kësur ka ti mrapa, dikon, mas kodës, mos po vjen dikush, që me lyp ushqim, me lyp ujë. S'ka, shkejke pej Safas, atje në Marwa. Këshur kanë atë kodën tjetër në tonë tjetër. Për ata Allah I përmen, inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Që do të thëtë Safaja edhe Marwa janë dy argumente, janë prej shenjave të Zotit. Edhe duke vrapu kështu prej Safas në Marwa, Safa, disa herë, kur përshikon djallën e vetë, po qëtë me kam për rej kam, ose ishte I uritun, ishte I jetur, e kështu me radhë, kur te kam e ti të imshu, veç kur ka boru një ujë math. Edhe ka nga Haxherja, edhe kur ka po ujë në ashtu që po del, me vrull, është fiksu që pe I vërshan, pe I merkrejt, e I ka thonë ujtë Zemzem, ndalo. Edhe ndale, I vrulli math. Për ata pejgamberi sallallahu ka thonë, Allah më shëroft në anën e Ismailit, që I ka thonë ujtë Zemzem, ndalo, se e kish marrë këtë dynjan, për xhenetit. E kë ujë Zemzem është ujë karakteristik, është ujë interesant, për ata ka thonë pejgamberi sallallahu ma u Zemzem limen shuribele. Ujë Zemzem është për shka të pish. Shkon të atje, pen ujë Zemzem, amo njetin e kije për çka? Për ushqim se je I uritun. Ngop. Po, peti sa dush, pi 3 gota, 5 gota, 7 gota, e këtë e pa I zhvetën, I ngopën, e ka përcen ditën për kur farë probleme. Po je jetur, e pen për me të largu jetën të largan. Po je I smur, e pen vend të ilaqit. Çka bëhet? Të kalën. Dikush tjetër për diçka tjetër, e kështu me radhë. Për çka të pish? Për çka të pish? A mo e para do të me pas binit tek Zoti. Jo është I hajt të provoj çatë. Mos me besue, që do të me besue. Do të me besue. Andaj
s'po du me folë për Zemzemin se ka karakteristika të shumta, po është ujë i bekuar. Është ujë i bekuar. Kështu që normal me pas kushtet, unë po flas kur s'kisha pite të ujë përveç ujë Zemzem, me pas kushtet.